Trieshi, studim monografik etnokulturor me rëndësi të shumëfishtë. Gazetari, publicisti dhe studiusi Jack John Gjonaj ka botuar së fundi librin Trieshi, tradita dhe trashëgimia, një studim monografik kulturor që vjen si dhuratë e autorit për ditëlindjen e tij, por njëkohësisht është shtyrje e një borxhi moral, sepse siç thotë ai në hyrje, ky libër nuk lindi thjesht si rezultat e një pune kërkimore apo një projekti akademik formal, po si një thirrje e brendshme dhe morale për të mos lejuar që kujtesa historike dhe kulturore e Trieshit të zbehet me kalimin e kohës. Libri trajton aspekte të ndryshme të Trieshit, të kësaj treve të veçantë etnogeografike të shqiptare. Materiali është thelluar në libër nga Gjonaj, ka ndarë në 10 kapituj ku trajtohen prejardhja, vendbanimet, fisën, popullatën, ushqimet, arkitekturën popullore, virtutet etnopsikologjike, traditat dhe zakonet, folklorin, besëtnit, objektet arsimore dhe fetare, trashëgimin natyrore dhe toponimin e Trieshit. Në parthënien e librit, redaktor profesor doktor Anton Nik Berisha shprehet se dukuritë e vështruara dhe të ndriçuara si dhe dëshmitë e shumta që sjell për trashëgimin e pasur e të lashtë malësorëve të Trieshit, të malësisë së madhe, por dhe dhënat e tjera të shtjelluara dhe të ndriçuara me dije për kushtim e bëjnë studimin e Jack Gjonajt dhe një rëndësie të shumëfishtë, ndërkohë recenzenti profesor doktor Hajrullah Koliqi vlerëson se kjo vepër është studim monografik i mirëfillt për zonën e Trieshit, ku pulson zemra autorit të këtij intelektuali humanist dhe atetar. Libri është botuar nga Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve Art Club me mbështetjen e Agron Dedivanet dhe Gjok Gjolajt, dy bashkëdhetar nga Trieshi me banim në Shtetet e Bashkuara.